femrës i janë shkaktuar dëme të mëdha. Në mesin e këtyre dëmeve që janë shkaktuar femrave janë edhe ngacmimet dhe dhunimet që janë shkaktuar femrës në punësim prej anës së meshkujve. Pra, një pjesë e madhe e femrave ankohen se janë të dhunuara apo ngacmohen nga koleget e tyre të punës. Shifrat dhe statistikat të verifikuara janë të shumta dhe të mëdha që neve nuk kemi mundësi të sjellim të gjitha, mirë po do të mundohem të sjellim disa prej tyre, gjithmonë të nderuar shikues, këto informacione që i sjellim për ju, duam që të vëmë në pa realitetet që ndodhin, nga se për këtë që po them, mbahen edhe samite, edhe seminare, me theks të veçantë edhe samiti i gruas i cili u mbajt në Kosovë në vitin 2012, e potencon këtë realitet që është pjesë e këtij realiteti edhe vendi ynë, ose thënë më mirë edhe vendet shqiptarofolse. Pra është një shqetësim bukur i madh që femrat e sinqerta i kanë nxit, i ka shty të bëjnë apel që të marrin vendimin e kthimit të tyre në shtëpitë e tyre. Do t'i ceki disa shifra prej vendeve më të mëdha, më të njohura nga ky problem apo ato të cilat janë të prekura nga dhuna dhe ngacmimet në vendet e punës. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, vetëm në vitin 2012 janë shënuar 250.000 ngacmime. Gazeta Psikiatria Amerikane pohon se 42% të grave të punësuara janë të prekura nga ngacmimet që tham gjithsej janë 40 milion. Pra një shifër bukur e madhe, e që faktikisht një pjesë e madhe tyre pra ankohen se i eksponohen pra ngacmimeve gjatë orarit të punës apo gjatë vendit të punës. Ndërsa në Gjermani 73% nga femrat dhunohen në vende të punës, ku vetëm 6% prej tyre braktisin punën. Pra të nderuar shikues, në Gjermani kjo është një shifër alarmante, pra 73% të grave janë të prekura prej dhunës dhe ngacmimeve në vendet e punës, pra është një shqetësim të jetë i madh që fillimisht kjo e prek ndërgjegjen e femrës, i prek ndjenjat e femrës, aq më tepër këto ndikojnë pra në aspektin psikofizik, po ndikojnë sipas studiuesve edhe në dhënien e kontributit gjatë orarit të punës. Po femra është të jetë e shqetësuar nga se do thot i preket e drejta e jetesës, pra preket morali i saj, fyhet morali i saj, e që 6% nga kjo shifër e braktisin edhe punën, e që ndoshta një pjesë e madhe prej tyre kanë edhe nevojë se janë të detyruara të punojnë, mirë po ja që nuk e kanë gjetur veten e tyre në punësim jashtë shtëpisë. Në Danimark në vitin 1991, 11% të femrave janë dhunuar në punë, kurse 80% nga to e kanë humbur vendin e punës mas dhunimit. Që i bie se janë ngacmuar, një pjesë e tyre janë dhunuar dhe pas krejt këtyre akteve nuk ju ka dhënë mundësia që ta e vazhdojnë punësimin. Një pjesë e tyre kanë heshtë në realitet këtë çështje apo këtë dhunim, ndërsa një pjesë e tyre që janë marrë me te kanë ngrit shqetësime te përgjegjësit e tyre, pra janë detyru me i lanë vendet e punës apo thonë më drejt janë përjashtuar nga vendet e punës.